Ju jeni një ndër blegtorët që jeni duke shitur baktit. Duke shkrir aktivitetin, po bëj 25 vjetë. Po në lanë qumshin në vend. Në erdhën gjerin datën 2 mars, morën qumshin e mëgjezit, ora 3 mbazite në marrin telefon a i menaxheri tha, nesër s'marrim me qumër. Po pëse? Dela aflatocina, problemi është aflatocinës. Marrim me ilacet e me gjitha, i kemi mëse normal ato, ja u edhim ato doza qaj u takon. I bëjmë analizë, a i më thot mua del 007. Vete bëj analizë privat, më del 005.3. 03. Do me thëmë 3 viza lëviz në norma, që është e lejushme. Tek neve është me 0,5, si thonë këta. Kurse Amerika ka 0,11. Kush e mbledh, kush e grumbullon qumshtin? Fabrikës e Erzenit. Dhe prej sa ditësh ju tashmë jeni me qumshtin që mbetet? Që në data 2 mars gjeri tash mbi 11 ditë sot. Çfarë i bëni qumshtin? Poshtë kanal, ku ta çoj? Janë 780 litra qumësh në ditë. Kjo situatë ju ka detyruar që t'i shisni baktit? Po. Sa keni shitur brenda një harku të kohër të sa ditëve? 25 kokë për 10 ditë. Sa keni ju të gjitha? Ishin 53 kokë gjitha. Dhe në këto kushte do vazhdoni të jej të gjitha që duhet. Tjetër problematik, baza ushqimore, lagështira, që zgjati? Të gjitha janë, po ikin dëm ja, si lagja ty po prishet ashtë, se do volumin do lopët që ta shuja. Bari për gjitha, tokat të mbjellat gjitha. Pregatiteshin për fushatën, prapë për të vazhduar të ashtë, s'na bëjnë kratë më të vemi. Në këto kushte, ju keni punëtor dhe si mendoni që të vazhdoni më tej? Dhe i hoqem me punëtor, si mbajnim do të. U do venim, që do japnim. Po s'punuam, në këto 10 ditë, unë kam mëja që 5 milion lek në duart. Se ajo nuk do të di se ushit qumshi se s'ushit, do të aj. Do koncentratën, do silazhin, do të gjitha. Për sa vite është e ushtroni ju këta aktivitet? 25 vjetë. Mbi 20 vjetë kam me fabrikën e Erzenit. Mëse normal, mëse korekt, djeri të shi na hodhën në rrugë. Thanë s'duam më qumësh. Marin qumësh na jashtë, punë e tyre që bëjnë, nuk na intereson ajo punë. Pra të gjithë blegtorit e zonës janë penalizuar nga kjo? Komplet zona këtej. Merë në 2 veta vetëm. Merë 2 veta. Në gjithë zonën merë 2 veta. Jeni ankuar, keni vënë djeni ndonjë institucion? Ku do ankohesh? I thamë prefektit, bënim një takim me prefektin, në apriti po s'u mlodhëm. Me shpresa se më tërëmen ata edhe më kthehen në marin. Kjo ishte punë. Qa në kese do bësh tjetër. Pra jeni drejt falimentimit? Falimentova, jo drejt falimentimit, falimentova. 25 vjetë që po e bëj këtë punë, falimentova për 10 ditë. Ju jeni një ndër mbashtuesit e baktive të IMTA këtu në njësinë administrative Levan, e cila ka qenë një zonë shumë e njohur për zhvillimin e blegtorisë. Si paraqitet situata sot? Gjendja sot është shumë alarmante. Ne jemi në vështirësi shumë të mëdha, mbasi dimri që ka qenë 8 i lakshit, 4 muaj shi. Tani parcelat dhe na umbytën një herë nga shiu, balta, detyruam blejmë koncentrat, për shembull blejmë misra, blejmë jonxhera. Çmimi i jonxhës shumë ka arritur 10 deri në 12.000 lekë një ballë. Çmimi i misrit i ka kaluar 40.000 lekë kuntali, tani që dalim në treg ajo nuk ka më prodhim. Nga 10 mes i vjet, prodhimi pothuajse është gjysmuar. Nuk jemi në vështirësi shumë të mëdha. Kërkojmë mbështetje nga shteti, jo se nuk na kanë dhënë, po janë të pamjaftueshme. Shumë 12.000 lekë jep ai për një dele është e pamjaftueshme. Ne shikojmë të tjerët, sa marrin ata subvencionime. Ai duam dhe ne. Ne duam të ketë rritje të subvencionime. Mbasi me këtë, çmimi i qumshit në zonën tonë është shumë i ulët. Po ta krahasosh me zonat e tjera, aty është nga 1.500 deri 1.600. Sot e ne aktualisht merret me 1.200 lekë. Cili është problemi që merret me 1.200 lekë te neve? Dhe të na i thonë. Ndërkohë, kjo ka qenë një zonë e njohur për zhvillimin e blegtorisë. Sa tufa ka patur dhe sa është sot? Ajo është më e dhimbshmja. Në qoftë se një kohë, për shembull kur kam ardhur unë këtu para 26 vjetësh që kam në Levan, se edhe unë jam i ardhur, kishte rreth 40 tufa me bakti të IMTA. Sot mund t'i numërosh me gishtat e dorës. 5 deri në 6. Ronja është drastike,
Nuk vinë më nga Librajdi, nga Skrapari, nga Gramshi. Nuk vjen më njeri. Po dalë të shikosh, për shumë, biles njëri para pak ditësh dëgjova nga Skrapari i kishte shitur delet. Dhe iku. Për shkak të dimrit, tha, nuk mund të rezistoj dot më. Dhe iku. Përveç këtyre problematikave këtu del edhe ujku, apo jo? Ndërkohë që edhe në rrugën që kalon këtu pranë parcelave tuaja ka patur shpeshherë edhe dëmtime të baktive nga automjetet. Ty një dëmtuar? Dëmtime ka, për shumë unë kam vetë dëmtime. 50 krerë për shumë mi vranë, bënin gara me makina në rrugë, mi vranë. Dhe sot e kësaj dite nuk ka marrë 1 lek me shteti. U boj gjyqi me ata persona, unë nuk jam se që bëri ai për shumë, se mund të bëj dhe unë atë dëmit. Po problemi është kush do më dëm shpërblej mua. Se unë dua të shpërblej për të vazhduar punën, me se të vazhdoj punën. Do vetë të blej të tjera. Ato janë miliona lek të hedhura. Tani, nga do vinë? Po s'më mbështeti. Unë jam i falimentuar. Si e shikoni vëjimësinë në këto kushte? Në qoftë se do ketë rritje të subvencionimeve, do ketë edhe të rinj të hapin aktivitete pune. Në qoftë se nuk ka rritje, kjo është duke venitur. Dhe mund të themi që është drejt çdo kështë. Faleminderit dhe juve që